Pas disfatës së thellë që partia posoi në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale, kreu LSDM-s Venko Filip që paralajmëroi sot ndryshime politike dhe kadrovike në udhëheqësi. Ai duke dhënë para gazetarëve një analizë për rezultatet dhe ndryshimet që do të vijojnë pas zgjedhjeve, tha se këto zgjedhje janë një tregues se si duhet të veprojnë në periudhën e ardhshme, sepse siç tha, është e nevojshme që në komunat ku kanë pasur rezultate të dobta të vazhdojnë me aktivitete intensive. Vitin e kaluar e gjeta partinë në një gjendje vërtet të vështirë dhe të keqe, përkatësisht pas një humbje me një diferencë prej 300.000 votash. Dhe gjatë këtij një vite e gjysmë kam punuar intensivisht në të gjitha organizatat komunale me mira antar tan, kontakte të drejt për drejta, takime dhe takime. Tani këto zgjedhje janë një treguese si të pozicionohemi dhe si të funksionojmë në periudhën e ardhshme. Është e qartë se është e nevojshme, veçanërisht në ato komuna ku nuk arritëm rezultatin e dëshiruar, të vazhdojmë me punë intensive. Ai theksoi se ka një numër të mirë komunash ku kryetarët e LSDM-s janë zgjedhur tashmë, si dhe 16 deri në 17 komuna shtesë ku partia po hyn në raundin e dytë. Atje, siç theksoi ai, është arritur një rritje e konsiderueshme e numrit të votave krahasuar me zgjedhjet e vitit të kaluar. Këto janë organizata komunale në të cilat numri i votave në krahasim me zgjedhjet e vitit të kaluar është rritur ndjeshëm diku rreth 40-50% dhe në disa vende votat madje janë dyfishuar, që do të thotë se puna ka pasur efekt. Nga ana tjetër, ka komuna ku kjo nuk ka ndodhur, këtu po mendoj për komunat e Shkupit. Në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale të 19 tetorit u zgjodhen 44 kryetar komunash. Tek Partitë Maqedonase VMRO-DPMN ka fituar 33 kryetar komunash që në rrethin e parë, ndërsa LSDM vetëm 3. Në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit do të ketë rreth të dytë.